Në një qytet bregdetar ku gjithçka ndryshon me kohën, Tafili qëndron si një gur kujtese, i palëkundur, i qetë dhe i mbushur me histori. Duket sikur bën shaka kur thotë se ka 90 vite mbi supe. Me trup të drejtë si Selvi, ecën i pakrusur dhe nuk i mbahet fryma, ruan një formë fizike që të habit. Prej vitit 1956, Tafili ka mbi 66 vite me timon në dorë. Fillimisht në ushtri e më pas si shoferi të mëdhenjve në Tepelen dhe për shumë vite me radhë shofer autobusi në rrugët e vështira të Kurveleshi, me korriera drejt Druri dhe më vonë me autobusat prodhim Shkodre. Me që u bëra shofer, profesionin e dashurova. Hobi të tjera kam pasur. Fillimisht kam pas hobin e pikturës, kam pas qejf të madh pikturë, mirë po, kur kërkova për të vajtur që mbaruam atë 8 vjeçare, edhe kërkuam, unë hora që për pikturë nuk më doli, më danë atë 2 vjeçaren që të thash. Pastaj, dashurova zanat në shoferit dhe ju futa me plot bindje pas në një. Fillimisht kam qenë në ndjekje shofer civil, në repart në ndjekjes në Tepelen. Pastaj, mbas 10 vjetësh, më mbusha 10 vjetë shofer atje, kërkoj kryetari komitetit një shoferë, më kërkoj mua, edhe më vajta me kryetari e komitetit të ekzekutiv Tepelen, Fuatri Loqe. Mbas një 2-3 vjetësh, i ndodh një ashtu shoferit sekretarit parë. Bato Karapili i ndodh një shkelje zyre, si ishtë në ato herë. Dhe e ndoj që atë shoferin a edhe më mori mua, sekretarit parë, i ndoj një 4-5 vjetë aty, bajta për të marrë naftë se iku ai, bajta mora patetën e naftë, se kishim një shoferat e ri, dhe bajta në park. Në parkun e Tepelenës, e? Po, në Tepelenë, fillimisht vares nga Saranda, pastaj nga Gjirokastra, pastaj u erdi e mori vetë. Atë ishe me mjetë transporti? Me mjetë transporti atje. Në mjetë transporti, kisha një autobus nga ato të Shkodrës, fillimisht isha me i korrier nga ato me drasa, me stolja kështu, edhe punoj ato zonat Kurvelesh, bus, Sinana. Transport publik do me? Publik, po. Njerës? Me njerës, kur isha në park. Edhe kështu. Nese, këto janë detaje. Po. Na thuaj ndonjë gjë që e ke të veçantë në jetën tënde. Ç'të ka mbetur në kujtes, në mendje, me që me mos do duhet kujtuar dhe treguar. Ja për shembull. Po gjatë luftës do të tregoj një gjë. Që më kanë ngel në mendje. Se ke qenë në luftë? Jo, s'kam qenë në luftë, po kam qenë dëshmitar. Fëmijë, dëshmitar, dhe quhemi dhe ne pjesëtar të luftës. Se pe kemi jetuar. Aty në operacioni Dimrit 43-44, gjatë gjithë kohës na binin në fshatën e herë partizan, herë ballista, herë gjermanët. Dhe kaloni, po ne kishim shtëpinë në kryet fshatit dhe aty ishte një shesh që ata bënin fushimin. Ata kur pushonin, që rreni një natë, 2 sa rreni. Dhe një rast takoj që ishin një skuadër partizane dhe një skuadër italiane partizan. Në shtëpi. Edhe i priti nëna ime me ato që kishin me gjizë, me dallë, ato kishin, dhe s'kishim pjenes edhe bukë nuk e kishim të siguruar. Edhe ata në ndezë dhe një zjarë më tu dhe buën qaj, në ca ashtu edhe zjerin qaj, kishin ca bukë të gjata, më thënë edhe të vogla, duket për të përshtatur shantave të mbanin. Dhe e prisin atë bukën kështu edhe e lyenin me marmalat, edhe e pinin me qaj. Me qaj, pin me qaj. Në një moment i ra një kafshat atia, ose e hodhi vetë, se mbaj më të mire, hodhi atje të hiri, afër hiri. Po ne, nëna jonë, kishte një fëmijë të vogël, sa i kishte lindur, Seriani, atë vllajin e tretë. I vogla i fare, kishte nga 2 muaj. Dhe unë zgjata dorën ta marrja atë kafshatën edhe e mora në dorë.
A i Gjermani ma hoqin a dora dhe i hodin zjarë. Dhe unë dhe një autolata atje rinim, do ma të vogli ato, do ma afri shumë. Dhe gjibën pastaj moria të bukën, preu një fet, e leu me marmalat e madam mua. Kur s'ka përdorur alkool e duhan, ban peshën e tij sipas formulës, gjatësi -100, lexon pasyze dhe nuk i duhet celulari për të ndjekur jetën moderne. Kam lindur në kohën e zogut. Jam burëruar në sistemin komunist dhe po pleqëroj në sistemin kapitalist. Kam kaluar 3 sisteme dhe më nga lindja ime. So të tjera idera kesha për jetën time, ajo që një rasti që u bëra shofer, jo sepse doja vetëm, po që rastia nga ushtria. Dhe kur vam ushtar unë s'doja, në fakt s'doja fillimisht, ishim në Shkodër, edhe erdha ata që do merrin për shofera, po unë kisha bërë një 2 vjeçare për mekanike e kështu, dhe ata kërkonin, tamam ata që kanë në një, kjo punë ishte në 56, në fund 55, 56. Në fillim 56, 1956 kjo punë. Edhe unë u them jo. Mirë po kishim shok, të me tërë ata të ushtrisë, ca Shkodran, ishte një i njohur shumë ai, Besim Zekthi, ai Valtari, edhe kishim shoqëri kështu ne. Luanim dhe një qik volleyball, ne kështu ishim të rinjë që gjithë një. E më thonë mua, registrohu, thonë, se atje nuk bën roje. Ma nuk bën roje, thash unë, po mirë do vete, se s'bën roje. Edhe ky qese bepi që u registrova për të bajtë shofer. 66 vjetë me makinë. Në jetën time kam një rastësi, numri 6, më ka shoqërua në shumë momente të jetës time. Kam lindur 1936. Kam filluar shkollën 1946, dhe më një 6 brenda. Jam bërë shofer kam darë shofer në 1956, dhe më një 6 brenda. E kam lafin për numrin 6, është një, po këtoj mund t'jenë një 20-50 raste, po i kam shkruar, po si mbaj mend të tërë. U martova në vitin 1961, basi u bëra shofer. Makina e parë ka qenë 9406, 16. Makina e fundit këtu në Sarand ka qenë 63 72, dhe më 60 e fundit. Çdo mëngjes zbret nga lagja Kodër për një kafe turke në vendin e tij të përditshëm pranë bashkisë. Ka botuar 3 libra, ndërta për fshatin e tij të lindjes Bolenën dhe po përgatit të 4-tin. Po më shumë ky pari me vjersha, edhe ky është me gjysma vjersha. Mall dhe dashuri. Dhe më thëmë mall, në mbeti malli për fëmijët edhe për fshatin, në kuptim kështu. Dhe dashuri për njerëz e kështu. Këtu isha si qëllim. E kam bërë. Në që vite ke botuar këto? Da shikojmë në gjithë, harojmë në shumë. Këtu i kanë qëllim në fund të akuta. Ja t'i gjej unë një. I si mbaj më të. Po t'im po e ka. Po do lëvizu se më dridhen duart mëna që jam plak. E pranojnë që jam plak edhe. Ky është bërë në 13-ën. Kja. Pas 5 vjetë. I dyti, pas 5 vjetë. Ja. Dhe i treti? I treti, edhe këte e kam botuar, se te punoja, edhe atje e kam botuar në të njëjtën kohë. Këtë libri. Libri i tretë është Emërtimet pjellë e natyrës. Pra, njeriu është mbështetur te natyra fillimisht, pastaj ka vendosur dhe emërtimet. Që është ky libër, është për natyrë studimore? Po, këtë e kam studimore. Edhe atë tjetrin e fundit që se kam botuar, për emërtimet e kam dhe atë. Tani, them se i kam gjetur 100%, po të paktën
80% I afrohem. Ose 75 ose 80, diku 80, diku edhe I jam brenda asaj kamera në kokë. Ashtu kam dhe atë tjetrin. Sepse njeriu shikonte dhe me para atë që shikonte I vinte emri dhe atë që dëgjonte I vinte emri. I vinte emri që kanë qenë dhe më shpejt, I vinte emri dhe anës veprimi që bënte njeriu. Dhe po të shikojmë që na para 2000 vjetësh, ta zëm kemi lexuar të libra, po që quhen histori greke nuk ca gjëra unë si pranoj, po hajde. Për shembull, atëherë vinin emrat atij të madhit të ushtrisë, udhëheqësit të ushtrisë, I thoshte I pari ai. Greku dhe e ka quajtur Enea, I pari Ena, domethënë I pari ushtrisë, sepse nuk ishte para krishterimit edhe muslimanizmit, kuptohet. Pra I vinin emra sipas pozitës shoqërore që kishte ai në ashtu. Po midis tyre ka emra janë shqip, për shembull. Të parin ne e quajmë Paris, I pari. Po Paris ata e kanë futur në historinë e tyre. Po emri është shqiptar, pra e kanë vendosur shqiptarët. Ose Paridi. Pra këta janë burim I emërtimeve shqip. Unë kështu e quaj. Pavarësisht se janë futur në historinë e Greqisë. Ose ke një emërtim ti, kemi parë dhe film ne, Herkuli. Po Herkul do të thotë hedhës guri. Hedhës guri që hidhin ato bloqet nga 2-3 ton që hidhin ata më të fuqishmit. Dhe nuk ka qenë një Herkul, po kanë qenë shumë të tillë që bënin kështjellat atëherë. Është gjysh dhe katragjysh, me dashuri rrëfen për brezat pasardhës dhe për jetën në çift. Prej një dekade kujdeset me përkushtim për bashkëshorten e paralizuar, Hanëmen. Pa u ankuar kur. Çdo ditë gatuan për familjen dhe gjen kohë për të shkruar, sepse siç thotë vetë, këto 90 vite duhen treguar për t'ju lënë trashëgimi brezave. Dhe ndërsa koha rrihet për të gjithë, për ta filin, ajo ka ndalur për të shkruar kujtime. Ai nuk është thjesht një njeri që jeton gjatë, por një jetë që meriton të lexohet me rënjë në historinë e këtij vendi dhe dek që shtrihen në çdo brez të ardhshëm.